Policia e Lezhës ka arrestuar një 24 vjeçar të dyshuar për vjedhjen e bijuterive me vlerë të konsiderueshme në një banesë në zonën e Ishull Shëngjinit. Mariol Mala, 24 vjeç, është autori i vjedhjeve të disa bijuterive me vlerë rreth 300.000 lekë në një banesë në Ishull Shëngjin. Arrestimi i tij u krye pas kallëzimit të bërë nga pronari i shtëpisë, i cili ka denoncuar në komisariat grabitjen e sendeve të çmuara nga banesa e tij. Sipas burimeve zyrtare, hetimet e kryera nga grupi hetimor zbuluan se pas grabitjes 24 vjeçari kishte shitur bijuteritë në një argjendari në qytetin e Shkodrës. Gjatë kontrolleve të ushtruara në këtë subjekt, policia gjeti dhe sekuestroi sendet e vjedhura, të cilat u rikthyen në cilësinë e provës materiale. Për pronarin 41 vjeçar të argjendarisë është nisur procedim penal në gjendje të lirë për veprën fshehje të ardhurave, ndërsa Malaj do të dalë përpara gjykatës së shkallës së parë në Lezhë brenda 72 orësh për t'u njohur me masën e sigurisë. Ndërkohë, prokuroria e Lezhës ka nisur verifikimin për të zbuluar nëse i riu ka precedent më parshëm penal në fushën e vjedhjes në raste të tjera të ngjashme në zonë dhe më gjërë. Vimet hetojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë.